Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit të gjithë mëshirshëm të mëshirshëm. Këtë darsëm, këtë martesë, këtë kurorëzim të dashurisë, të arditjet e bashkëshortën e tij që e ka mundsuar Zoti sot pasi ta hedhë shoqës tij me martu djalin me pronusën shtëpi. Që Zoti deri këtu çdo gjë ka shkuar për mrekulli. E keni çu peshën i prezant. Inshallah me gëzime me të mira, ju hedh gjithmonë. Ardit që sot nuk jemo shekon tjetë. E kemi përgjithësi pak më të shtume ndaj bashkëshortës. Një emanet për Zotit mas pari, emanet për prindër saj që baba i saj në shtëpin kur në adhan vajzën në tha po, tha jemi përqimit dhe në arditit vajzën teme. E për besoj fuqimisht pasi të herë me bashkëshortën, me ty, me motrat e tua, me vllaun, keni me trajtu nusën si pjesë, si një vajzë tuajën, si bi tuajën, si qikën e juj, edhe ma mirë. E inshallah do Zotit keni fat, keni lumërim, edhe të keni bereqet, edhe këtë mirat qofshin vjuna. E bëdhem një dua të shpija e nusës, po dhe një dua për bereqet familjes, për bereqet shpis, edhe këti ambientit pasit të herë. E bëjmë edhe një dua, pas ta ju lirohen në punë të juja që keni obligimet të juja. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet, adhurimet, ibadete tona i për Allahun xhallashanuhu, i cili në Kur'anin famlar ka thënë dhe martoni të pamartuarit e të pamartuarat. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj nga mirësitë e tij. Selamet, salavatet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, i cili na ka porosit që të martohemi dhe ka thënë ata të cilët nuk martohen nuk janë prej radhave të mia. O Zoti i gjithësisë, bashkoji e gëzoi këta dy të rinj, ashtu sikur që e ke bashkuar Hazreti Ademin me Hazreti Havan, Hazreti Muhammedin me Hazreti Hatijën dhe Hazreti Aliun me Hazreti Fatimen. O Zoti i gjithësisë, po të lutemi nga zemra të gjithë të pranishmit që këta dy të rinj të begatosh, të furnizosh me evlat prej më të mirëve ja Rabbel Alamin. O Zot, prindërve të afërmve, të gjithë ata që janë gëzuar me martesën e tyre, mundsoja që të gëzohen me nipat dhe mbesat e tyre. O Zot i gjithësisë, po të lutemi që këtë çift të ri nga ky moment, nga ky çast e në vazhdimsi të ruash nga syri i keq, nga mësyshi, nga syt e njerëzve të këqij që mund bëjnë punë të liga dhe të këqija mbi ta për shkak të inateve dhe xhelozinave që mund t'i kenë mbi ta ose mbi familjet e tyre. O Zoti i gjithësisë, na ruaj neve, ruaj na prindërit tanë dhe të gjithë muslimanët në ditën kur do të jepet llogaria. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.